E di pse disa emigrantë ecin shumë shpejt përpara në Gjermani, ndërsa të tjerë ngecin për vite me radhë? Jo, nuk është fati. Shumë njerëz mendojnë, ai pati fat, ajo kishte njohje, atij tjetrit i erdhi puna vet. Por në shumicën e rasteve arsyeja është krejt tjetër. Ata kanë mësuar se si funksionon sistemi. Ata dinë ku të kërkojnë informacion, dinë ku të aplikojnë për punë, dinë se si të lexojnë një kontratë përpara se ta firmosin, dinë çfarë të drejtash kanë. Dinë ku të kërkojnë ndihmë kur kanë një problem, ndërsa shumë emigrantë humbasin kohë duke pyetur njerëz që nuk janë të sigurt për përgjigjet. Dhe më beso, një informacion i saktë mund të kursejë muaj të tërë pritje, gabime dhe qindra mijëra euro. Prandaj, unë gjithmonë them, mos investo vetëm për të fituar më shumë para, investo për të ditur vetë më shumë, sepse informacioni është ai që të ndryshon jetën. Unë kam përgatitur gjithashtu një guide me burimet më të sakta të informacionit, të cilat do t'ju duhen si emigrant në Gjermani. Këto burime çdo emigrant duhet që t'i ketë në telefonin e tij, gati për të përdorur në momentin që ju nevojiten. Shkruaj në koment guida dhe unë do t'ju dërgoj atë falas. Atëherë kjo është platforma e Skoll, mund ta aksesoni nga linku në bio dhe do t'ju dali mundësia për t'u regjistruar. Pjesa më e rëndësishme është community. Tu tek pjesa e parë, tek community, do të keni edhe të gjitha postime dhe materiale të cilat në Instagram dhe në TikTok dhe në YouTube unë them që mund t'i shkarkoni falas. Pra në këto postime do të keni shkarkoni materialet falas. Dhe janë vërtet materiale shumë cilësore.